Hekurudhe dëmtuar në rrugën që të shpihet drejt fshatit Falisht do të duhet të pres derisa të bëhet rruga e re nga Bërvenica përmes lagjes jashtë Vardari e që të shpihet drejt e fabrikat e teksit. Pavarësisht se ky kalim po shkatron veturat banorëve dhe bizneseve që gravitojnë në këtë zonë, por edhe kalimtarëve të rastit, krye komunës së Tetovës Bilal Kasami thotë se janë të njoftuar për problemin dhe se për këtë janë në komunikim me hekurudhat e Maqedonisë. Në atë pikë do dalë edhe rruga që është duke u ndërtuar nga, do thonë, rruga për në Bërvenicë përmes lagjes jashtë Vardari, fabrikës të tekstit dhe do të dalë rreth me hekurudhës dhe do të dalë në atë pikë aty. Kur do të thënë fazën finale të realizimit rrugës do të shohim edhe mundësinë që bashkë rregullohet edhe hekurudha. Kemi kërkesë edhe deri te komuna, kemi një komunikim me hekurudhat e Maqedonisë. Kasami tha se qëllimi është që projekti i rregullimit të kësaj pjese të bëhet i plotë dhe me të gjitha standardet e jo gjysmak, andaj ai apelon për durim dhe mirëkuptim deri në përfundimin e plotë të punimeve që sipas tij nuk do të zgjasin shumë. Do të jemi duke ofru zgjidhje se si të rregullohet ajo çështje, shkaku se aty me projektin për hapjen e rrugës ka edhe kanalizime atmosferik dhe fekal, edhe duhet të shohim edhe rregullimin e kalimit të kanalizimeve në atë pjesë. Pra edhe aty nuk është thjesht me remetimi i rrugës, por është një intervenim pak më serios në gjithë infrastrukturën toksore dhe non-toksore, sepse janë projekte të cilat nuk duam t'i bëjmë, do kisha thënë shkelje shko, po duhet t'i bëjmë me gjithë infrastrukturën përcjellëse. Po kemi kërkesë dhe jemi duke shqirtu mundësinë se si ta realizojmë të njëjtën. Përndryshe televizioni Koha ka raportuar disa herë për këtë rrugë dhe problemet që hasin qytetarët gjatë kalimit të hekurudhës. Banorët magjej thanë ekipit të televizionit Koha se kanë bërë kërkesë deri te drejtoria e hekurudhave që ta rregullojnë këtë kalim me vetë iniciativë, por nuk kanë marrë fare përgjigje. Përndryshe ka vite të tëra që në këtë hekurudhë nuk kalon asnjë tren. Megjithatë, kalimi ka mbetur i dëmtuar dhe për vite me radhë nuk është ndërmarrë asgjë.